Pas 4 orë operacion shpëtimi në det, 4 turistët gjerman dhe francez të cilët kishin humbur kontaktet me grupin tjetër që prej mbrëmjes së dieshme në Gjirin e Gramës u sollën në triport në stacionin e policisë kufitare Vlorë. Prej orës 7:55 minuta, policia kufitare dhe roja bregdetare morën sinjalin SOS për disa turistë që ishin shkëputur nga grupi për të eksploruar Gjirin e Gramës. Me detin 7 ballë dhe erërat e forta anija e rojeve bregdetare pati kontakt vizual me turistët në orën 9:54 minuta për t'i mbarkuar dhe më pas vendosin e tyre në drejtim të ishullit të Sazanit, ku i prisnin mjetet e policisë kufitare, të cilët i sollën në triport në orën 13:30 minuta. Një prej turistëve ishte kafshuar nga një qen dhe për këtë u kërkua prezenca e urgjencës, e cila dha ndihmën e parë mjekësore në triport për të gjithë turistët. Go hiking yesterday on the hills at the Lugara Pass and go over the mountain. Ne ishim duke bërë hiking prej mbrëmjes së dieshme. Kur po afroheshim pranë Gjirit të Gramës, u sulmuam nga një qen. Kërkuam për një vend të sigurt dhe më pas u strehuam në Gjirin e Gramës. Pasi edhe qenë të tjerë po na afroheshin. Arritëm që nëpërmjet dritave të vogla të qëndrojmë në Gjirin e Gramës, ku takuam edhe 2 persona të tjerë. Më pas arritëm të njoftojmë policinë, të cilën na erdhën në ndihmë një herë dhe për këtë i falenderojmë. From Germany. You are okay now? Yes, it's all okay. Jam nga Gjermania dhe gjithçka është në rregull. Ne kemi qenë duke ecur eksploruar drejt plazhit të Gramës. Gjatë ecjes pata dhe incidentin, por fatmirësisht tani jam mirë. We walked like for 8 hours. Kemi përshkruar një ecje prej gati 8 orësh derisa kemi arritur në Gjirin e Gramës. Nuk kemi mundur të kthehemi më pas. Kemi pritur aty dhe miqtë tanë që ndodheshin këtu kanë lajmëruar policinë. Tani jemi të sigurt fal ndihmës së tyre dhe i falenderojmë shumë. Faleminderit shumë, faleminderit për policinë dhe të gjithë ata që na ndihmuan. Unë jam nga Franca. Kemi pasur pak frikë, ishte e vështirë, por çdo gjë është okay. Na dhanë ushqim dhe ujë dhe i falenderojmë të gjithë. Brenda 24 orëve të fundit, policia kufitare dhe roja bregdetare kanë finalizuar me sukses 3 operacione shpëtimi. 2 veliera që kishin shfaqur probleme në det, të cilat kërkuan ndihmën autoriteteve, si dhe rasti i tretë ku 4 turistë kërkuan ndihmë mëngjesin e së hënës.